Zonja Spiropali, së pari më vjen mirë që po diskutoni një çështje që si kryetare e komisioni çdo ditë e vuaj në kurrizë. Megjithse duket që majoranca u rikthye në këtë parlament, ndoshta duhet kishte nisur parlamenti i ri, po u kthye në këtë parlament me një fitore imagjinare. Në Komision e Çështjeve Europiane ne nuk bëjmë dot quorum. Antarët e majorancës në Komision e Çështjeve Europiane nuk vinë në mbledhje. Dhe po ju bëj thirrje ju si kryetare e parlamentit që të merrni dorë grupin e Partisë Socialiste, të ulen dhe të vinë të miratojnë se ka agjendë parlamenti. Sot zonja kryetare për shembull ne kishim në rend futut për diskutuar në rendin e ditës. Sot ne në rendin e ditës mund të kishim diskutuar për raportin e Parlamentit Evropian, i cili kaloi në Komisionin e Jashtëm. Përsëri nuk është futur në rendin e ditës. Ka nevojë parlamenti që të ketë debat. Unë e kuptoj që grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk do jetë këtu shtator, po ky nuk është halli jon, ky është halli juaj. Parlamenti ka nevojë që të ketë një debat për diskutimet e Parlamentit Evropian, për raportin mbi zgjedhjet, për raportin e OSBE-Odirit, sepse fjala integrim në fund të ditës është standarde, që fillon nga standardet e zgjedhjeve. Kështu që më vjen keq që edhe ato ligje që janë gati dhe ato raporte që janë gati ju nuk i vendosni në rendin e ditës. Si deputete kam propozuar 3 projekt ligje ka një vit. Në asnjë nga komisionet parlamentare nuk po diskutohen. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka mbi 60 iniciativa, përsëri nuk po diskutohen. Faji kujt është ky, i majorancës apo i opozitës? Unë e kuptoj që ndodheni me një mungesë vullneti politik, edhe për të çuar përpara gjëra të rëndësishme dhe serioze për procesin e integrimit, edhe për diskutuar për zgjedhjet. Po në këtë parlament harrojeni se çështja e zgjedhjeve dhe çështja e integrimit evropian do anashkalojnë. Janë të dyja bashk, hecin bashk dhe nuk ka integrim evropian pa diskutuar këtu. Së pari zgjedhjet dhe së dyti të gjitha diskutimet e Parlamentit Evropian. Faleminderit. Zonja Tabaku, që të diskutohet raporti, duhet që të ketë një dakordsi. Edhe me nënkryetarin e Këshillit Kombëtar të Integrimit, edhe me shumicën, nuk është çështje protagonizmi vetjak, as çështje iniciative personale, është çështje dakordësie dhe besoj dakordësia ekziston dhe vullneti ynë ekziston që ai raport të diskutohet dhe sigurisht do të diskutohet në seancën e ardhshme. Jam krejtësisht dakord me ju që është një raport i rëndësishëm për cilin ka nevojë për diskutime në këtë foltore.